A është ndonjë problem, a është ndonjë gabim teknik, a është që s'kam punu tamam, a çka është puna? Këto e shohët që kandidatët e PDK-s në diasporë, që kanë qenë nga diaspora, më shumë janë fokusu, ka gjosa, në votën me e morë në Kosovë se sa me organizue që e përmendë në Stuttgartin ti. Unë këto e shohë që... Stuttgartin, Minheni, Hamburgu, Frankfurti... Stuttgart ka pas më shumë ti. Po, Stuttgart ka pas shumë. Me gjitha të, unë e lon fajto organizimin në për degt e PDK-s në Gjermani, cilët nuk i kanë kushtu rëndësi, ose nuk kanë punu me elektoratin e vetë, me ata që i kanë regjistru. Sepse si pas PDK-s, unë e kam thonë prej fillimit, që PDK e llogarit që i ka regjistru 23.000 qytetarë me drejt vote. Tash aty i ka morë 7.053 vota në krejt diasporë. Në krejt diasporë, edhe me post edhe kështu? Edhe me post edhe në përmes ambasadë dhe konsulatave. Do tëtë nuk ka arrit as 30%, 35%. Vota i ka pas në 2021, ta 7.7% ma shumë. 3 vota i ka morë, me gjithat organizim që e ka bo. Me gjithat o vizita, me gjithat o shkurje. Këto e shë, ka pak jalo fajt partisë PDK-s qendrës Prishtinës, e cila i ka qunë në diasporë deputetet e vetë, kanë bo fushat deputetet atje, ndërsa organizimi, edhe pëso duk që është i mirë, ata s'kanë punu, si s'duket ose si kanë mësu njerëzi se si me votu. Unë e aty e shë, si pas mendimit tim, një organizim të mirë dhe qëto vota që i ka morë Partia Demokratike, i ka morë fal një organizimit pashët që ka pas në Zvicër. Në Zvicër? Në Zvicër kanë punu më mirë? Aty kanë qenë shtabet më të organizume, i kanë drejtu qytetarët me votu, i kanë mësu me votu, po nuk i kanë dhonë preferenca se kanë që është me votu, sepse shihet që është rënditja, sikur ka qenë Kosovë, ka qenë edhe atje. Me që ato në shumë më të organizume, PDK njerëz zakonisht, shumë në Zvicër ndoshta fol Ragip Gjokës që ka qenë aty kryetar. Sa i përket lidhjes demokratike, e cila ka marrë vota në Gjermani, shumë, unë mendoj që ka merita shumë Hysen Qekaj. Pse ka merita Hysen Qekaj? Që tash i kanë rrotë tonë në shpinë. Ai djali është djali Sali Qekaj. Sali Qekaj ka qenë prej vitit 91 në Gjermani. Ka qenë në Stuttgart. Dhe gjithë ai qytetarët Kosovës që jetojnë në Stuttgart e qenë shumicë. Krejt e njohin. E ka njoft, sepse Sali Qekaj ka punu në zyret e lidhë. Sali Qekaj s'po diskutohet që e njohë me rojnë. Te gash, edhe këtu ka votë që ka marrë në me të bobës vetë. O, këtu i kanë ngro me Gjafer Gash.